Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 30 maj dhe Kisha Ortodokse në këtë ditë që quhet dhe e shtuna e shpirtrave, një ditë përpara Pentekostis. Na nxit të lexojmë nga letra e Apostullit Pavli lexuar Thesalonikasve, letra e parë, kapitulli 4, vargu 13 deri në vargun 17 dhe ne do lexojmë dhe deri vargun 18. Le ta lexojmë këtë pjesë të letrës së Apostullit Pavli lexuar Thesalonikasve dhe ta komentojmë sipas heterve. Tashmë vëllezër, nuk dua që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Sepse po të besojmë se Jesu i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jesuit, ata që kanë fjetur. Dhe këtë po ju themi me fjalët e Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhin e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, sepse Zoti vetë me një urdhër dhe zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndisë do zbres nga qielli dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj në të gjallë që kemi mbetur do të rrëmbejmë bashkë me ata mbi errët që dalin përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi prerë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Ky është një nga tekstet më të rëndësishme në Bibël dhe është shpresa e ringjalljes së të gjithë të vdekurve në ardhin e dytë të Krishtit dhe veçanërisht të besimtarëve dhe le ta interpretojmë sipas heterve. Lexojmë vargun e parë, vargun 13 pra. Tashmë vëllezër, nuk duam që të jemi në mosdije për sa u përket atyre që flen, që të mos trishtohemi si të tjerët që nuk kanë shpresë. Sipas heterve të kishës Shën Joanko i Arti, na thuhet se Apostulli Pavli përdor fjalën flen për të krishterët e vdekur, sepse vdekja për besimtarët në Krishtin nuk është fundi, por një gjumë përkohshëm deri në ringjallje. Këtë e tha vetë Krishti. Mbani mend kur Krishti shkoi të ngjalli Lazarin e vdekur, ju tha apostujve Lazari po fle. Dhe pra Krishti e tregoi vdekjen si një gjumë, si një kohë dhe ne duhet ta shikojmë vdekjen në këtë kontekst, pra ashtu si ne flëm, në një farë mënyrë është një ikonë e vdekjes dhe kur zgjohemi nga gjumi është një ikonë ngjalljes, kështu duhet ta shikojmë dhe vdekjen pra një fjetje për një kohë më të gjatë, por me shpresën e një zgjimi, jo vetëm shpirtëror, por edhe trupor në ardhmen e dytë të Krishtit, pra që do të jetë dhe ngjallja e të gjithë të vdekur, sidomos të besimtarëve. Shën Augustini thekson se trishtimi njerëzor është normal, pra të gjithë neve përpara vdekjes trishtohemi sepse vdekja është një mister i frikshëm, nuk është krijuar nga Perëndia, erdhi si një aksident për shkak të mëkatit njerëzor dhe mëkateve tona personale, por i krishteri nuk dëshpërohet si ai që nuk beson në jetën e përjetshme. Kjo ka ndryshim shumë të madh, për shembull ne të krishterët nuk themi vdiq, pra mbaroi, por themi kaloj në jetën tjetër ose fjeti në Zotin. Dhe vendeve ku vendosen trupat e të vdekurve nuk i themi varreza, por i themi fjetore ose qimitir. Interpretimi i sotëm i këtij vargu është se besimi nuk heq dhimbjen e humbjes, siç është dhe vdekja, po jep kuptim vdekjes me shpresën e ngjalljes. Në një botë me ankth, luftë dhe pasiguri, ky varg kujton se vdekja nuk është fjala e fundit e jetës, i krishteri thirrjet të jetojë me shpresën e ringjalljes dhe kjo e tekalon i derimin e vdekjes dhe nuk të lë të biesh në dëshpërim. Vargu 14 thotë, sepse po të besojmë se Jesu i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jesuit, ata që kanë fjetur. Shën Athanasi i Madh mëson se ringjallja e Krishtit është themeli i ringjalljes sonë. E tha dhe Apostulli Pavli, ngjallja e Krishtit ngjallë dhe nëse Krishti nuk është ngjallur, as ne nuk do ngjallemi, gjithë besimin është i kotë. Pra Krishti mori natyrën njerëzore dhe e çoi atë drejt fitores të armikut më të madh që ka njerëzimi, që është vdekja. Askush nuk e mundi vdekjen përveç Krishtit dhe varri i tij bosh tregon se ai e mundi vdekjen, është i pari i të gjallëve dhe ai pra do na japi dhe ngjalljen të gjithë njerëzimit. Por me një ndryshim, ngjallje e jetë për ata që të jetë bashkuar me Krishtin me shpirt dhe trup, dhe ngjallje vdekje për ata që do shkojnë në ferr dhe do mundohen bashkë me djallin dhe demonët. Shën Irineu Leoni thotë, ajo që Krishti e mori mbi vete, ai e shpëtoi. Pra Krishti mori natyrën tonë të vdekshme pa mëkat, por këtë natyrë të vdekshme ai e bashkoi me veten e vet, si bir dhe fjala e Perëndisë dhe e shenjtëroi dhe hynizoi. Dhe në ngjalljen e Krishtit kemi tashmë trupin e Krishtit të pavdekshëm. Këtë trup ai do t'i japi gjithë njerëzimit, sepse ai mundi armikun e fundit të njerëzimit që është vdekja dhe
Vdekja e ka marrë goditjen përfundimtare, prandaj ne nuk themi më vdiq, po fjeti, presim gjalljen si një zgjim nga gjumi dhe kur Krishti vi, vdekja bashkë me djallën e demonit do shkojnë në ferr. Dhe kështu do kemi gjalljen e të vdekurve. Meqense ai u ringjall me trup, siç tham, edhe ne do të ringjallemi. Kjo është shpresa që kemi ne të krishterët, prandaj gjallja e Krishtit nuk i takon vetëm një grupi fetar, po i takon gjithë njerëzimit. Shpresa të krishterëve nuk është një optimizëm psikologjik, por bazohet në ringjalljen historike të gjalljes së vetë Krishtit. Besimtari nuk sheh vetëm varrin, po premtimin e jetës së përjetshme. Kjo i jep edhe kuptim jetës. Prandaj edhe të krishterët të pranojnë çdo lloj sakrifice, sfide, madje dhe martirizim të jetës, sepse shikojnë përtej vdekjes, parashikojnë ngjalljen e të vdekurve. Dhe jemi pra në vargun 15, dhe këtë po ju them me fjalën e Zotit, ne të gjatë që do të mbetim deri në ardhmën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Në këtë varg, Teodori i Kiros shpjegon se disa të krishterë të Selanikut mendonin se ata që kishin vdekur do të humbin lavdinë e ardhjes së Zotit, sepse të krishterët mendonin se Zoti, të krishterët e hershëm mendonin se Zoti do vinte në atë kohë, por apostulli Pavli korrigjon të vdekur në Krishtin nuk janë të humbur, pra ose më pak të privilegjuar që ata që janë të gjallë ose do mbeten të gjallë deri në ardhin e dytë të Krishtit. Në Krishtin nuk ka të haruar, të gjithë janë të kujtuar. Kjo është arsyeja që në liturgjinë ninore, në proskomili kujtohen të gjallë e të vdekur, dhe të gjithë ata që kujtohen për Zotit jetojnë. Ata që kanë vdekur në besim janë pjesë e gjallë e kishës, pra kisha triumfante që janë qellorët, dhe atë të tjerët që janë në tokë, pra janë me trupe, janë pjesë e kishës militante. Por kisha është një kishë, si e ajo qellore dhe ajo toksore, dhe që bashkohet në Krishtin, të gjallë dhe të vdekur. Prandaj kjo forcon dhe lutjen që ne bëjmë për shpirtat e të vdekurve, pra kur dikush largohet, lë trupin në dhe, shpirti i tij ka vajtur në botën e përtejme dhe ka vajtur tek Zoti, flasim për një besimtar të krishterë që ka pasur një vdekje të krishterë, por kisha lutet deri në ardhmën e dytë të Krishtit, që vetëm Krishti mund t'i menaxhojë gjendjet e shpirtrave që janë afër ose larg këtij, derisa të vijë ai për të marrë dhe trupat. Pra askush nuk është i haruar tek Zoti. Kështu që edhe ata që kanë vdekur janë të kujtuar te Zoti, edhe ata që janë të gjallë, sepse të gjithë do paraqiten me trup dhe do ta takojnë Zotin kur të vijë për herë të dytë. Por këtë e shikojmë te vargjet më poshtë, jemi në vargun 16, sepse Zoti vetëm me një urdhër dhe me zë kryeangjëll dhe me borinë e Perëndit do zbres nga qielli, dhe ata që vdiqën në Krisht do të ringjallen të parët. Pra këtu apostulli Pavli na shpjegon një mister. Shënqëria e Jeruzalemit mëson se ardha e dytë e Krishtit do të jetë reale, e dukshme dhe mallështore, jo simbolike apo e fshet, siç thon eretikët. Boria e Perëndis sipas etërve simbolizon thirrjen universale të njerëzimit, pra është gjykimi përfundimtar dhe triumfi i mbretërisë hyjnore që siç është në qiell do zbresi edhe në tokë. Këtu në tokë ka disa vende që sundon e keqja, por kemi dhe mbretërinë e Perëndisë të dukshme, dhe këtu flasim atje ku janë besimtarët bashkuar me Krishtin në kisha dhe ku bëhet çdo vepër e mirë në emër të Krishtit. Është një vend që i takon Perëndisë. Por në ardhmën e dytë të Krishtit, e keqja, djalli, demonët dhe vetë vdekja do të zhduken nga bota bashkë me mëkatet, dhe gjithë bota do të jetë e Perëndisë, ashtu siç ishte në fillim. Dhe do kemi edhe ngjalljen e gjithë njerëzimit, të gjithë atyre që kanë vdekur, dhe ata që janë të gjallë do të transformohen me trupat pa vdekshëm, dhe gjithë do të paraqiten përpara Zotit për të gjykuar me shpirt edhe me trup. Historia nuk ecën rastësisht, ajo ka një fund dhe një gjykim, pra ne nuk ecim në rrugë pa krye. Çdo gjë është e njohur nga Perëndia, është e zbuluar nga Perëndia, ne të krishterët e dim fundin e kësaj bote, e kësaj jete të përkohshme. Njeriu modern shpesh jeton sikur Perëndia nuk do të kërkojë llogari, pra ai mund të bëjë çfarë doj, por ky varg theret për pendim dhe vigjilencë, sepse do vi një ditë që borinë e Perëndisë do ta dëgjojnë të gjithë, edhe të vdekur që janë në varre do të dëgjojnë, dhe shpirtat e tyre do bashkohen me trupat e ngjallur, dhe të gjallët do ta dëgjojnë dhe do përgatiten edhe ata me një trup që nuk do ketë më vdekja pushtet për të paraqitur përpara Zotit. Kjo është dita e fundit e botës ose dita e gjykimit. Dhe
Në këtë ditë do përballen të gjithë njerëzit, do filluar që nga Adami, njeriu i parë, dhe deri te njeriu i fundit. Po le të flasim edhe për vargun 17, pastaj në të gjallë do të kemi mbetur, do të rrëmbejmë bashkë me atë mbiret për dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Pra, etrit e ershëm kuptonin këtë bashkim përfundimtar të besimtarëve me Krishtin. Shën Efrem Siriani e përshkruan këtë si momenti kur njerëzimi i shpërngulur del përpara mbretit të tij, po jo gjithë njerëzimi, ai njerëzim që do jetë i bashkuar me Krishtin, që ka ato shpirtra që kanë pasur vdekje me Krishtin, ose ata të krishterë që do jetojnë dhe qëndrojnë me Krishtin deri në fund. Këta pra do marrin trupa të pavdekshëm, që do dalin nga varret ose do transformohen, dhe këta pra do ngrihen në qiell me fuqitë dhe do takojnë me Krishtin në ajër, sepse bota poshtë do të jenë nën dëshkimin e mëkatit dhe të mëkatit, mirë thash, dhe dëshkimin e mëkatarëve. Shumë herë nuk e interpretojnë këtë si zhdukjen sekrete të kishës, sepse ka dhe interpretime heretike, pra që do ketë një shpërngulje të kishës, por si pjesa e ardhjes së lavdisë publike të Krishtit. Pra Krishti do të vi në mënyrë të dukshme dhe besimtarët do të takojnë me të në mënyrë të dukshme. Qëllimi i jetës së krishterë nuk është vetëm të shpëtojmë nga bota, por të bashkojmë përjetësisht me Krishtin, dhe pra ky varg na kujton se jetojmë me sy drejt përjetësisë, pra ne nuk jetojmë një jetë të përkohshme, pra thjesht një të përmirësojmë jetën, por ne e shikojmë këtë jetë si një trampolin për jetën e përjetshme, pra jo vetëm për gjëra toksore, të cilat janë të përkohshme, por këto gjëra toksore ne i përdorim që të na ndihmojnë për të kaluar në përjetësi, në bashkim me Zotin. Dhe në vargun e fundit, vargu i 18, ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shën Grigori Nisës thotë se doktrina e ringjalljes nuk është teori filozofike, por ilaç për zemrën njerëzore, sidomos atë zemër të trishtuar prej vdekjes së të afërmve, ose edhe vetë vdekjes së tij. Të krishterët janë thirrur të sillin shpresë te njerëzit e thyer, të cilët e kanë humbur shpresën e jetës, kur shikojnë vdekjen që i afrohet ose të afërmve tyre, sidomos në kohë zije, depresioni apo frike. Fjala e Zotit dhe ungjillit bëhet ngushëllim real, sepse ai nuk është një retorik boshe, por është një realitet eskatologjik, dhe mund ta përmbledhim gjithë të fragment se vdekja nuk është fundi për ata që janë në Krishtin. Ringjallja e Krishtit garanton ringjalljen tonë. Ardhja e dytë e Krishtit do të jetë reale dhe e lavdishme, tham. Besimtarët do të jetojnë me shpresën, pendim dhe vigjilencë për tu takuar dhe bashkuar me Krishtin. Kisha është një bashkësi e të gjallëve dhe atyre që fjetën në Zotin. Dhe prandaj kur humbasim dhe një njerëz tonë të dashur, të mos pijem në dëshpërim absolut, normalisht do të trishtohemi, vetë Krishti qau përpara varrit të Lazarit, pavarësisht se ai ditë se do ta ngjatë Lazarin, sepse vdekja është një mister i frikshëm, por do t'i tekalojmë këto, kur shohim padresin në botë, të kujtojmë se Krishti do të vijë si gjykatës, fjalën e fundit e ka Zoti, dhe kur jeta bëhet një jetë materialiste dhe boshe, ne duhet të shkëputemi nga ky mentalitet dhe të kujtojmë përjetësinë, sepse përpara përjetësisë këto janë gjëra të kota, dhe nuk duhet kemi frikë nga vdekja, dhe kjo tekalohet kur e kemi sy tek ngjallja e Krishtit, që është ngjallja jonë. Mendoj, të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, që ta mbyllim dhe këtu takimin për sot, por takuohen në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.